Paqja në jetën tonë është e domosdoshme, duhet të pajtohemi, të respektojmë dhe duam njëri tjetrin, duke larguar ligësinë. Vetëm kështu mund të gjejmë paqe në veten tonë dhe me Zotin. Dita e ngjalljes është dita më e shenjtë për besimtarët ortodoks, kështu shpreh drejtuesi i Kishës Ortodokse të Vlorës, At Konstantin Prifti. Dita e ngjalljes është dita më e shenjtë për të krishterët ortodoks që presim Zotin e ngjallur. Zoti u shfaq apostujve, masi u ngjall dhe u uroi dhe u tha paqe në të gjithë. Dhe pastaj u tha të shkoni dhe të predikoni, të shpërndani fjalën e mirë dhe të gjithë ata që të besojnë, ti pagëzoni në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Dhe ata duhet të zbatojnë porositë e mia dhe unë do të jem gjithë ditë të jetës me ta. Dhe ky mesazh shumë i fuqishëm i paqes në kisha tonë përmendet shumë herë pafund paqe, paqe, paqe. Sa e domosdoshme është paqja në jetën tonë. Sa shumë nevojë kemi për paqe. Dhe këto ditë të shenjta për ne të krishterët ndryshojnë jetën tonë. Duhet të pajtohemi me njëri tjetrin. Duhet të ndryshojmë jetën tonë duke dashur njëri tjetrin, duke e respektuar, duke larguar ligësinë nga shpirti jonë, smirën, të keqen. Dhe duke i larguar gjitha këto, atëherë neve kemi gjetur paqe me veten tonë dhe paqe me Zotin. Edhe unë doja të flisja shumë për këtë ditë të shenjtë të Pashkës, sepse pa kuptuar dhe pa pranuar në ngjalljen e Zotit ton Jesu Krisht, nuk mund të njohim besimin ton të vërtet. Harmonia fetare është simbol i veçantë për shqiptarët. Drejtues të komunitetit mysliman vizituan këtë të diel Kishën Ortodokse të Vlorës për të shprehur urimet e tyre. Muftiu Ardit Hoxhallaku tha se kjo fest duhet të na bashkojë dhe të na bëjë më të mirë. Ju urojmë të gjithë besimtarëve ortodoks gëzuar festën. Uroj që kjo festë të jetë një ditë reflektimi dhe një ditë lumturie dhe dashurie në familjet e tyre, në mbar miqësinë që kanë dhe në mbar shqiptarët. Kisha Ortodokse u vizitua këtë ditë të Pashkës edhe nga drejtues të Kishës Katolike, të cilët shprehen urimet më të mira. Arqipeshkvi i Kishës Katolike, Giovanni Peragine, u shpreh se ringjallja e Krishtit është një ngjarje që duhet të vazhdojë çdo ditë. Po, me shumë kënaqësi jam këtu për të uruar besimtarëve ortodoks gëzuar Pashkët. Shpreha është Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Theksojmë që ringjalljen e Krishtit nuk është vetëm një ditë, nuk është vetëm një festë, por është një ngjarje që të vazhdojë çdo ditë. Ringjallja e Krishtit përfaqëson diçka që fillon prapë. Atëherë urimi është që edhe në Vlorë, edhe në Shqipëri, në komunitetin tonë, në familjen tonë, këtë rast të jetë një fillim të re për gjithçka. Për paqe, për harmoni, për shëndetin, që në të vërtetë diçka më të mirë mund të fillojë të ndërtojmë të gjithë së bashku. Faleminderit të gëzuar. Gjatë paradites të kësaj të diele, Kisha Ortodokse e Vlorës u vizitua nga shumë besimtar, të cilën ndezën qirin dhe u lutën për më shumë paqe dhe begati në këtë ditë të shënuar. Gëzuar për shumë vjet, e Pashkët, edhe të jenë të gjithë të lumtur. Gëzuar për shumë vjet Pashkët. Një ditë e shënuar për njerëzit, për mbar njerëzit të krishterë. Gëzuar për gjithë shqiptarët se i kam bashkë, ndaç krishterë, ndaç musliman. Gëzuar, gjithmonë gëzuar. Gëzuar, shëndet e jetë, mbarësi për të gjithë. Gëzuar Pashkët, shëndet e lumturi për gjithë. Gëzuar Pashkët, mbarësi dhe paqe për gjithë. Gëzuar Pashkët, gëzuar Pashkët.